Çaji kamomili, ja për çfarë probleme shëndetësore mund ta konsumoni. Për shekuj me radhë, njerëzit kanë konsumuar çaj kamomili për aromën e tij të shijshme dhe efektet e tij relaksuese. Në fakt, kjo është zgjedhja e parë e shumë njerëzve si një pije freskuese përpara se të shkojnë në shtrat. Është llogaritur se çdo ditë konsumohet mbi 1 milion gota çaj kamomili. Çaji mund të përgatitet duke përdorur dy lugë të thata ose lule të freskëta. Në qoftë se i përdorni të freskëta, do të duhen 2 fish, pra 4 lugë. Kur lulet vendosen në ujë të nxehtë, esenca domethënëse tashmë është lëshuar. Çaji ose infuzioni mund të përdoret i nxehtë ose i ftohtë për të marrë përfitimet e nevojshme shëndetësore. Kamomili mund të përdoret për të trajtuar ekzema, djegjet dhe problemet të ndryshme të lëkurës. Një nga mënyrat më të mira është edhe në luftimin e pagjumësisë. Një studim i publikuar në revistën Biologion Pharmaceutique tregoi se kamomili ka efekte të ngjashme me ilaçet qetësuese të gjumit dhe mund të përdoret kundër këtij shqetësimi.